Den që video jote që ka marrë 100.000 views-a mundet me qenë dështimi maj madh i biznesit tënd. Në marketing ekziston një dallim i madh mes reach edhe conversion. Reach është sa njerëz kanë pa, e kjo është egoja, e conversion është sa njerëz kanë ble, e kjo është buka. Nëse video jote po shihet nga krejt Kosova, pas një proces po t'vjen, ti nuk po bën marketing, ti po bën argëtim. Gabimi që shoh shpesh është obsesioni pas viralitetit. Njerëzit bojnë valle, bojnë drama veç me u pa nga shumë njerëz. Po nëse targeti yt janë biznesmen, e ti po bën video që i pëlqejnë fëmijët e shkollave fillore, ti sapo e ke djeg buxhetin e reklamës për kur gjë. Ma mirë 1.000 shikime prej njerëzve që vërtet ka nevojë për produktin tënd, se 1 milion prej njerëzve që s'kan me të pagu kur. Marketingu i suksesshëm nuk matet me likes, matet me sa njerëz kanë kalu prej butonit watch te butoni buy. Ndryshoje objektivin. Mos kërko me u boj famshëm, kërko me u boj nevojshëm për klientin tënd.